Rritja e taksave dhe tarifave, pensionet e ulta që nuk mbyllin as shërbimet bazike dhe kriza fuqisë blerëse janë shqetësimet e përditshme të tregtarëve të Rusit në Shkodër. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bart Spahia e cilëson dramatike situatën që kalon biznesi i vogël, ndërsa në vend të mbështetjes merr goditje të njëpasnjëshme tashmë edhe me pesëfishim të tarifës nga Bashkia e Shkodër. Mu më ka dalë 109.000 lekë pensioni. Atër, është poshtë në shku me alyp dikuj një herë mujtë ti falet e pare. Mejta Hekra e kanu 75.000 lekë në muaj. 75.000 lekë muaj ka kënë turpi i botës me avu të rektarën dhe këtu. Edhe taksat me i përgua. 1.58 qëtimesh. E këna pas 14.000 lekë takse, edhe 57.000 lekë pastorusën e këna pagu pajzi. Tesh Tash pagu 900.000 lekë në vjetë edhe pastorusën plus. Edhe ka me pagu pensionistë sigurimet? Edhe a paguën pensionistë sigurimet? Ashtë të mashme me ashtërngu lakun fët trektarëve që vinë me që ka me shqit unë atëra këta. me shqit qep, e me ndjat 2 lekë. E vjerëm thëtë mua atje, pas ka shtarajt, po në pagu i të 100.000 lekë muj, po fita ju unë atani. Po si mërë pensionisët sigurime, mërë? Pra nej duhet me i në shku me votë. Po për qaj këna rritë fëmi, po që është ke punë, mërë pensionisët, të të me mëtë pensionisët. Më bëvës me kanë më lezë shtune dile, për zë dhe i tashtin e pëqit zetë ndorë, se së mduhet gjallë. Ashtu da? Një s'ka për t'i bjesë shkoda. Nuk më bërë fjallë më qëllë, më për këtë baran 2 banase 150.000 lekë në mujtë. 150.000 lekë muj. Këtë pagu në vjetë. Për vjetë janë pagu, më nuk bërë fjallë më qëllë kemë në shokë. Imagjino që fa në nërshimi. Një tarifë si për mërë familjes, as bukën më kreshu në fi. Si dukesh? E të ta jathëj zoti qafën ati zagarit gjatë. Duhet se... Pas emrin s'pu t'ja përmendin. Pensionista dhe tu shkatrujtës dhe nësë na del pensionit. Nga kanë mërzit bëllë, për zote nga kanë trujetot. Asi premtim që nga kanë thonë, majtë dërmë ses nga kanë mojtë. Bile, unë një kam lonë nështë asë nga premtimet e mua që nga kanë bon, edhe për legalizime pisen tjetër, nga dole këtë nërëshe. Kështu që jena shumë shgjenjë me ta. 0. Gjithë qa. Pa marë fund. Ashtë e të mërshme situata. Presojmë inshallah dhe zoti. Duhet me kontribua dhe na, në përmjet votës. Kush, fmitë si kena, kush tjena këtu, po kontribujmë për... Është shumë e vështirë situata, ka ra fuqia blerëse, emigracioni masiv që ka prejkë Shkodrën është një tjetër aspekt i trisht, taksat ka ana tjetër. Janë taksat e janë shumë element se ne... Çmimet e energjisë. Takimi me ta, mbështetja pas çdo shtrëngimi duarsh dhe prezantimi i programit Partisë Demokratike do të jenë misioni fushatës deri më 11 maj, kur me votën e tyre do të sjellin ndryshimin për Shkodrën dhe Shqipërinë. Ishte theksi i fjalës së kandidatit Bart Spahia, që e cilëson ulëritse nevojën për ndryshim.